Kryetari i sapo zgjedhur i Bashkisë së New Yorkut Zohar Mamdani ka paralajmëruar masat menjëhershme për të mbrojtur qytetin nga politikat e mundshme të administratës së Donald Trump. Në një intervistë për The New York Times, Mamdani tha se po punon për ngritjen e një strukture të gjerë ligjore me rreth 200 avokat të gatshëm për të mbrojtur interesat e qytetit në gjykat. Reagimi i tij vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka quajtur Mamdanin dhe komunist antisemit, duke shtuar se njerëzit do të fillojnë të largohen nga New Yorku, ato do të ikin nga regjimi komunist. Ndërkohë, në nivel kombëtar, mbyllja më e gjatë në histori e institucioneve federale ka hyrë në ditën e saj të 37, duke kaluar rekordin e viteve 2018-2019. Trump u ka thënë senatorëve republikanë në shtëpinë e Bardh se ata janë bombarduesve të vrasës, po e shkatrojnë vendin. Që prej momentit kur Mamdani fitoi nominimin demokrat për kryebashkiak, presidenti amerikan e ka etiketuar vazhdimin si komunist të çmendur 100%. Trump kishte paralajmëruar madje se do të ndërpriste fondet për qytetin nëse Mamdani fitonte zgjedhjet. Zoran Mamdani ka fituar zgjedhjet për kryebashkiak të New Yorkut me 4 nëntor, duke siguruar shumicën e votave. Pas fitores, ai nuk humbi kohë dhe i drejtoi një mesazh të fuqishëm presidentit amerikan Donald Trump. Donald Trump, e di që po e shikon. Kam 4 fjalë për ty. Rrit volumin, tha Mamdani në fillim të fjalimit fitores. Ne do të mbajmë përgjegjës pronarët e këqij pasurive, sepse njerëz si Trump kanë qenë shumë rahat duke shfrytzuar qiramarsit. Ne do të vendosim një fund për kulturën e korrupsionit që i ka lejuar miliarderët si Trump të shmangin taksat dhe të shfrytëzojnë përfitimet fiskale. Do të qëndrojmë përkrahas sindikatave dhe do të zgjerojmë mbrojtjen e punëtorëve, sepse e dim, ashtu siç Trumpi, që kur punonjësit kanë të drejtat garantuara, ata që kërkojnë të shfrytëzojnë bëhen shumë të vegjël. New Yorku do të mbetet një qytet i imigrantëve, një qytet i ndërtuar nga imigrantët, fuqizuar nga imigrantët dhe nga mbrëm drejtuar nga një imigrant. Megjithëse Mamdani ka fituar mbështetjen e figurave të majta si Bernie Sanders dhe Alexandria Ocasio-Cortez, ai ka shkaktuar debatet forta brenda vetforcës për qëndrimet e tij kritike ndaj politikave të Izraelit. Ai e ka dënuar hapur gjenocidin ndaj palestinezëve në Gaza dhe ka propozuar ndalimin e financimit për organizata që mbështesin vendbanimet ilegale izraelite. Përkundër kritikave, ai ka fituar simpatinë e brezit të ri hebre në qytet. Në mënyrë befasuese, ish presidenti Barack Obama e ka kontaktuar personalisht, duke ofruar mbështetje morale dhe këshilla për të ardhmen, çka mund të ketë forcuar pozicionin e tij në mesin e demokratëve të moderuar.